Do të ndaj me ju histori normale, përjetime të përhershme, qëndrime sociale, le të themi analiza jo politike, por zhvillimore pas një diskutim. Sepse duket sikur kemi lënë njëri tjetrin vetëm. Unë e di që e vuajmë mungesën e rrëfimit. Na zhytën në një botë mosbesimesh, duke na hequr fuqinë e të besuarit në Zot. Nuk kemi larg asaj kohe. Por dhe ata që besojnë në Zot dhe që besojnë në një formë caktuar, sërish i mungon forca kulturore ose shtysat kulturore të rritur në këtë vend ku jemi rritur, të rrëfehen plotësisht. Nëse ju do të mbyllni syt dhe do të thoni, a keni pasur vështirësi? Dhe kur keni shkuar të luteni, pavarësisht se cilit besimi përkisni, t'ia thoni me zë disa të vërteta që i dini vetë brenda vetes tuaj, jam e bindur që ajo që më ndodh mua ju ndodh dhe ju. Ne kemi si fillim vështirësi, të themi ato që duam dhe s'duam, ato që ëndërrojmë dhe nuk ëndërrojmë, t'i kemi kurrë afër, t'ia themi vetes me zë. Dhe mendoni kur niveli jon i besimit është kaq i vogël për të thënë vërtetat brenda vetes me veten, për të lutur konkretisht për gjërat që duam, duke i vënë emër situatave që kemi brenda, mendoni se çfarë ndodh kur kjo shumëzohet me mira dhe amplifikohet në një gjendje sociale, në të cilën nuk i besojmë thuajse askujt, sepse jetojmë në një ambient sfidant, intrigant, më e pak të thënë.